Me që të ndëruar për shoqëroni me 97.6 FM pra programi në Radio Jehona, programi mbrëmjes, por gjithashtu dhe në TikTok Radio Jehona. Si që përshifni, para nesh këtu afër nesh kemi misafirin ton, pra drejtorin e shkollës së mesme komunale Ismet Jashari në Likovë Zotëri Isni Aliu. Përshëndetje drejtor dhe mirë se erdhën. Do të ras me drejtor se edhe unë jam në arsim, kështu që nuk është problem, ha? Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, juve si medium si Radio Jehona, jam ndihem shumë mirë për ftesën që ma keni bërë dhe besoj që do të kemi diskutim të fritshëm. Po. Drejtor, si zakonisht çdo shkollë qoftë ajo fillore ose e mesme ka një biografi njëjtë, çdo institucion ka një biografi njëjtë, sikurse edhe njerëzit që kanë biografi. Me siguri edhe shkolla e mesme komunale Ismet Jashari në Likovë ka një biografi. Unë me sa e di, ndoshta ka filluar para 20 viteve, apo nuk e di. Me siguri se ju keni ato informacione. Nëse mund t'i ndani me dëgjuesit tanë. Gjithsesi do t'i ndajmë informatat në lidhje me shkollën tonë. Shkolla, më thonë, paralelet në fillim, paralelet me mësim në gjuhën shqipe në Likovë kanë funksionuar në kuadër të gjimnazit Goce Dellshev që nga viti 1998. Unë atë vit në qershor kam qenë maturant, dhe më thonë nga shtatori është hapur shkolla e mesme, paralelet e disperzuar në Likovë dhe gjithsesi edhe në Kumanov. Dhe më thonë, prej vitit 1998 dhe shkolla ka funksionuar, paralelet kanë funksionuar në objektin e shkollës fillore Dituria. Deri në vitin 2007 dhe nga viti 2007 shkolla jonë ka objekt veçantë, por deri në vitin 2010 ka funksionuar në kuadër të shkollës së mesme Goce Dellshev dhe në vitin 2010 është bërë subjekt i pavarur juridik së bashku me Sami Frashin. Atëherë do më thonë në vitin 2010 edhe gjimnazi Ismet Jashari edhe gjimnazi Sami Frashi janë subjekte të veçanta juridike dhe me emrat të vetë. Kjo ishte biografia e shkollës, ndërsa neve na intereson dhe karriera juaj, do thotë. Si ka filluar karriera juaj dhe si keni arritur të bëheni drejtor? Para mendoj për 20 e diçka vjet nga maturant në drejtor. Bravo. Fatit si dihet asnjëherë. Bravo, super është. Unë kam filluar me punu në vitin 2004 në paralelet këtu në Kumanov, në kuadër të Goce Dellshevit. Një vit kam punuar këtu, pastaj në vitin 2005 kam kalu simdhënës, profesor i edukatës fizike, pas mbarimit të fakultetit, simdhënës, pastaj në vitin 2005 kam kaluar, çdo fillim është i vështirë, pastaj kam kaluar në shkollën e mesme bujqësore paralelet njëjtë disperzuara në Likovë që kanë qenë shkollës bujqësore në kuadër të shkollës Kiro Burnaz dhe kam punuar gjysmë fundi në shkollën e mesme bujqësore dhe gjysmë fundi e kam pas në shkollën Dituria, por edhe aty në paralelet e disperzuar t'i quajmë në Malsi, të shpërndara në Malsi, në Gushiz dhe Llokar. Pastaj në vitin 2006 jam kthi poshtë këtu përsëri Kumanov dhe Likovë gjimnaz dhe Likovë, dhe nga viti 2007 gjendëm jam në shkollën themi Ismet Jashari, deri në vitin 2010 kam punu paralelisht gjysmë fundi në shkollën bujqësore dhe gjysmë fundi nga shkollën e mesme, domethënë tanishme Ismet Jashari, kurse nga viti 2010 me pavarësimin e Ismet Jasharit, atëherë unë kam kalu me gjithë fundin e plot në shkollën e mesme Ismet Jashari. Deri në vitin 2019 kam punu si mësimdhënës, pastaj në vitin 2019 ashtu erdhën rrethonat dhe një vit ish në zamenc drejtor nga viti 2018 deri në vitin 2019 dhe nga 2019 deri më sot jam drejtor. Tash sigurisht urnoni. Sigurisht gjatë gjithë këtyre viteve keni pasur edhe sfida të shumta, të cilat do t'i bisedojmë më vonë. Drejtor, gjithsesi. Për juve cila është më e lehtë të kryhet puna, profesor i fizikulturës apo drejtor? Pasi edhe ju jeni zotri
Avdiu në Arsim, unë mendoj se me gjitha të pak ma letë është si mos i më thanë, si kry në orë dhe shkon... Se ke dert mo. Po, se ke dert, shkon të shpia, kështu që si drejtore dhe ora 10-12 mundët me të kris telefoni, ose me dalë diçka problem, ose të thirin ka nëjë defekt të shkolla, diçka dhe ti duesh të ngritësh edhe të shkosh. Që duhet, normal që... Çdo punë ka onë pozitive, negative tash. Unë e them se dikush i duhet patjetër ta mbajë edhe atë poste ta marrë. Dikush i cili mban përgjithësi, do thotë edhe i del atyre sfida përpara dhe është i aftë i Zoti, licencohet, aftësohet e kështu me radhë. Unë drejtorit tim i kam thënë fal me madhon nuk e marr. Ma mi lem vëlla me nxan sa më mirë kam marrë atë. Dikush duhet ta marrë. Përndryshe kjo shkollë e mesme komunale Ismet Jashari ka një reputacion bagit të madh pra në komunitetin tuaj atje. Çfarë do të thoni për zhvillimet e fundit në shkollë dhe cilat janë disa nga arritjet që keni pasur këtë vit? Unë do të kisha dashur këtu paraprakisht të përmendi do të thotë se edhe kuadrin arsimor dhe numrin e nxënësve, nëse kemi mundësi domethënë një çështje administrative edhe një herë të shtollojmë pak. Gjithsesi shkolla jona është e ekvipuar mirë, ka shërbime profesional me defektolog, me sociolog kemi, pedagog kemi, psikolog kemi gjithë, edhe administratën kemi kontabilistën dhe sekretarën, kështu që funksionojmë shumë mirë, kemi edhe bibliotekën e shkollës. Kuadri arsimor sa dikon gjithsej të punësuar gati me personelin higjienike, me gjithsej kemi dikon gati 50 të punësuar. Ne si shkollë funksionojmë me një ndërrim, vetëm para dite punojmë. Sa nxënës janë në përgjithësi? Dikon afër 400 nxënës jemi. Këtu vlen të theksohet që viti i tretë do jetë edhe paralelja e mjekësisë, domethënë vitin 2023-2024 e hapëm paralelën e mjekësisë edhe aty është interesimi i mirë. Gjitha shkollat kanë një rënje të lehtë, edhe te shkolla jonë. Apo vrete ju? Po, vërehet, edhe tek ne vërehet është një rënje e lehtë varësisht pi gjeneratëve. Shiko, gjithë ne kemi kontakt edhe me drejtorët e shkollave fillore këtu në komunën e Likovës, edhe dikon numri i nxënësve semi-maturantëve është 220-250. Si është puna e paraleleve? A ka ndonjë rënje të paraleleve? Vitin e kaluar në shkurtimin e paralele. Po, shkurtimin e paralele. Kjo do jetë themi trend edhe në gjithë Republikën e Maqedonisë, edhe ministresha ka paralajmëruar, dekun janë 3000 vende, domethënë 3000 vende pune që janë domethënë tepër, edhe sigurisht që ajo po paralajmëron se nuk do ketë largime nga puna, po do gjejnë forma të tjera. Rregullim, po edhe te shkolla jonë vërehet. Shikoni me paralelën, me rënjën e paraleleve është e vërtet që nga viti i kaluar ne kemi një paralele gjimnaz ma pak, po ajo a bon si pas asaj se Ministria me dhënjën e paralelës të mjekësisë, atëre e ka pat vitin e parë na i ka leju 4 gjimnaz dhe një mjekësi, kurse me ardhjen e ministreshës së re, ato kanë bërë analiza dhe kanë thonë që pasi ja keni lejuar një paralele në gjimnaz, në mjekësi, atëherë këtu në gjimnaz duhet të shkurtohet në paralele, edhe vështërsia jona është se për shembull drejtimet e gjimnazit dhe drejtimi i mjekësisë kërkojnë poena të larta. Për shembull, për në gjimnaz mu regjistru duhet 60 poena, kurse në mjekësia minimum 70 poena. Por nëse gjitha nxënës 25 nxënës, ne kemi paralele bilingvale në mjekësi, paraqiten 30 nxënës me 500, atëherë ne duhet testim t'ju bëjmë. A nëse është numri 23, 24 mund edhe me 70 poena të regjistrohet nxënësi. Ti ndërlidhëm kësaj pyetje, për shembull, zakonisht shkollat fillore të mesme e bëjnë nga një raport, shembull, gjysmëvjetorin. Si keni kaluar, për shembull, sa jeni të kënaqur me gjysmëvjetorin e parë, për shembull? Pasi edhe ju jeni në Arsim, e dini se çdo në një gjysmëvjetor mbahen 3 mujorshi i parë, 3 mujorshi i dytë, po. Tash do këtë javën që fillon do e kemi 3 mujorshin e tretë. Këto 3 mujorshët mund të them se pak janë edhe profesorët janë ma dorë shtrenguar t'i quaj, po pak edhe interesimi nxënësve, ndoshta edhe kjo
pak Ramazani që ra në këtë 3 mujorsh. Ka ndikuar. Po, ka ndikuar edhe profesorët kanë qenë, unë mendoj se kanë qenë fleksibil dhe I kanë kuptuar. Po, i kanë kuptuar, po tash do shohim si do jetë hanën e kemi mbledhjen, po mendoj që tash 3 mujorshin e 3, 3 mujorshin e 4 duhet të ketë edhe një lloj ngritje. Po. Në suksesin e nxënësve. Zakonisht muaji Ramazanit mas shumti potencohet çështja e mungesave sepse nxënësit një numër I madh mungojnë nxënësit. Para mendoj edhe pas dite mungojnë lërë se para dite, mos sepse arsyetohen një Ramazan sunë zgjova kuj diçka unë asi. Edhe nuk kanë arsye ato. Ndërhi pak unë ne këtë vit si shkollë kemi kontakt edhe kryetarin e Këshillit Prindve, njerit edhe antari I Këshillit Shkollës, Hoxha Naser Ramadani, profesori universitar, me iniciativën atij edhe në bashkëpunim me shkollën ne kemi para Ramazanit kemi marrë disa ligjërata në për klasa. Kanë qenë 3 hoxhallar, Mulla Naseri, një ka qenë Abdul Fetahu, Hoxha I Ropalcës edhe në këtë drejtim ju kemi folë që nuk mos të mungojnë nxënës, domethënë me një anë bojnë sevape, me një anë mëkat. Këtë anë agjerojnë Ramazan, morin sevape, në anën tjetër mungojnë dhe bojnë mëkate. Kështu që ashtu është. Edhe unë mendoj se sado kudo kjo ka dhënë frit, edhe jemi I falenderoj hoxhallarët publikisht edhe në Mulla Naserin e Abdul Fetahin edhe Hoxhën e Rapalcës. Nis me mirë, bravo. Një iniciativë, një ide shumë e mirë që edhe për tjetër herë të bëhet, besim, pse jo. Po. Në një kohë kur arsimi është nën presion për shkak të kushteve të ndryshme sociale dhe ekonomike, çfarë masash po merrni për të siguruar që nxënësit të kenë mundësi më të mira për mësim? Shikoni, ne si shkollë, si udhëheqësi, si me gjithë profesorët vazhdimisht bojmë përpjekje që se vetë fjala proces edukativ arsimor, domethënë ne bazën e kemi te edukimi dhe arsimimi. Gjithsesi edukim. Tash gjithë profesorët janë të fokusuar të ajo që nxënësit mos na kapin edhe ndoshta rrugë devijuse, përdorimin e mjeteve të ndryshme, ku e di çka unë, dhe në masë të madhe ja arrismi. Tash ka edhe në shkollën tonë kemi bën edhe këtë kodin e veshjes. Një pyetje kishim edhe për atë, vazhdo, s'është problem. Ku asnjë nxënës I shkollës tonë nuk lejohet që të venen me pantollet e grisura në shkollë dhe për çdo gjë, për çdo punë, për ta zbatuar pak duhet këmbgulsi. Se edhe nxënësit kur ta vorejnë që është e gjithë stafit arsimor është një këmbgulsi, atëherë edhe nxënësit bindën se një farë mënyrë është tentimi për dominim. Këtu dua të shtoj edhe diçka, shkolla është mbuluar me kamera të drejtë për drejta dhe diçka është në kontroll. Ndikon ajo sa të kudo ndikon. Besim mirë tha drejtori, nëse domethënë stafi kuadri arsimor, domethënë profesorët nuk janë të njëzëshëm, edhe me qëndrime unike, domethënë se nuk mund të lëshohen pete asnjëri, atëherë shumë lehtë edhe nxënësit e kuptojnë se nxënësit janë shumë të mençur. Mos mendo se janë nxënës kështu. Ata I blejnë shumë lehtë edhe profesorët edhe arsimtarët edhe kuadrin arsimor, madje edhe komplet shkollën din ta definojnë, ta qarkullojnë. Për atë edhe I bëjnë shpesh problem sepse hallakasin gjejnë vrima aty ku deportojnë për shembull asi. Mirpo është kodin etik, domethënë edhe të veshjes edhe kështu me radhë. Mirpo rregullat kryesore, cilat ishin ato që I keni vendosur përveç pantalonet e grisura, telefonat? Po, edhe telefonat ne si shkollë ka 3 vite që funksionojmë në çdo klasë kemi vendosur si një lloj vitrinat vogël ose shkaft ose dollap aty, edhe në gjatë fillimit të orës aty I vendosin. Po nëse ndonjë nxënës nuk I bindeve të urdhërave të arsimtarës, për shembull, ose arsimtarit, atëherë profesoresha ose profesori mund të kërkojë edhe ndihmë nga shërbimi profesional. Po edhe në raste që I kris telefoni, atëherë mund edhe ti mirë telefoni, nëse do një nxënës nuk e zbaton atë rregull dhe pa ardhen e prindit nuk I kthehet telefoni. Domethënë ti tërheqet. Sigurisht vërejtje jepni. Po, gjithsesi. 1, 2, 3. Sa është e pajisur shkolla me materiale didaktik?
për shembull dihet, materiale didaktike kemi në përgjithësi jo librat të fletoret, po edhe shumë se në hartat e gjithçka që edhe kompjuteret aty ke gjithçka domethënë. Shiko, ne si keni shkollë tabelar, tabelat mençura që gjitha klasat janë të pajisura me smart table. Unë jo tash lavdrona e të krenona, po realiteti është kështu. Unë ju kisha ftu një ditë bile edhe me besimin ju me ardhë. Kismet ju ta vizitoni. Unë mund të them se shkolla jona është me pajisur me gjitha mjetët didaktike, edhe besoj që edhe çdo profesor edhe nëse kërkon ndonjë mjet, unë deri mrena 2-3 ditëve ja u sigurojmë. Edhe tabelet e gjelbërta i kemi hek, shkumsin e kemi hek pi përdorimin, i kemi tash me ato markerat, me highlighterat, edhe tash nuk di, investimi i fundit që a bon në fund të vitit, gjithë paralelet janë pajisur me inventar të ri, me banka të reja, me banka të reja dhe me karrika të reja. Kabineti për shembull i informatikës. Po, kabineti i informatikës është i pajisur me 30 kompjutera të ri, edhe mund të them që edhe stafin arsimor që kemi, edhe profesorin e informatikës, se të informatikës e kemi një, është shumë i përgatitur edhe spjegon kështu të them me gjithë zemër, edhe nxënësit janë, ai feedbacku që ka marrë me nxënësit janë shumë të kënaqur. Pasion. Po, e kemi në plan vitin, domethënë këtë vit 2025, të bëjmë dikun në katin e tretë, të bëjmë tre kabinete, ati për muzikë, art, fizik, kimi, biologji, edhe gjuhë shqipe ose diçka, edhe besoj që e përmbyll. Që të ketë më shumë punë praktike. Shkolla joni ka gjitha kushtet, e ka edhe palestrën e sportit, edhe dikun edhe oborrin e ka. E kemi një amfiteatër të hapur aty prapa shkollës. Hyrje dalje kemi tash me tash me ndodhit në Koçan kemi edhe tash edhe kontrolla, domethënë këto hidrantat e këto aparatet për zjarfiksa. Sigurisht keni kaluar testimin. Na kanë paralajmëruar që do vinë edhe atëherë kur ndodhi kjo rasti i spitalit modular, atëherë patëm kontrolla dhe ishmi në një ndër shkollat më të përgatitur. Bravo, shumë mirë. Këto duke ju faleminderuar edhe komunës që kemi një bashkëpunim të mirë, edhe buxhetit vetanak, edhe donatorëve të ndryshme. Unë mendoj se jemi një ndër shkollat më të pajisura, këtu kuptohet Kumanov, Liko, ndoshta edhe më gjerë, edhe presim edhe të them që kemi edhe sukses edhe të nxënësit. Do thotë jeni të përgatitur në çdo kohë edhe nëse vinë ata inspeksioni ju jeni të gatshëm. Përveç mësimit të zakonshëm, a ka iniciativa speciale për nxënësit që i ofron shkolla juaj si aktivitete jashtëshkollore, projekte komunitare ose mundësi për zhvillim të shkallësive praktike? Këtu mund të hyjë edhe për shembull projekti Erasmus, për shembull. Po. Ne kemi pas bashkëpunim me kjo integrimi ndëretnik. Kemi pas bashkëpunim që nga ma herët me shkollën e mesme. 15 vite. Kemi pasën me shkollën e mesme të Kratovës, Mitko Pengjukliski, shkolla e mesme. Po tash me ndaljen me shkuarjen e Usaidit, me bashkëpunimi nga dalsu. Trumpin e prishi pak punë. Kemi aktivitetet ndryshme me nxënës dhe jashtëmësimore, organizojmë quizin në shkollë. Marrje pjesë nxënësve në për gara të ndryshme, regionale, republikane, në për këto çdo lande ka shoqatën e arsimtare të fizikës, të matematikës. Themi dhe kështu që jo ma largë para një jave një nxënës i vitit parë në landën e biologjisë në gara regionale është plasuar në vendin e parë. Domethënë do vazhdojë në gara regionale, kurse nesër një nxënës tjetër do shkojë në gara në fizik në shkollë. Edhe gjitha argjimet e nxënësve dhe shkurja e profesorit mbulohet nga shkolla. Edhe ai participimi ja kotizimi që paguhet, shkolla e paguhet. Kështu me projektin Erasmusin diçka? Kemi apliku për këtë vit, po ende s'ka kur gjë. Pak si vështirë është atje Erasmusi. Fala kem pak se për opinionin nuk e kuptoj në çfarë projekti është më konkret. Projekti është Erasmusi, është projekt i Unionit Evropian, do të thotë që mirë është projekt, do të thotë
për mobilitet do më thonë nacional, Maqedoni për shembull e kanë edhe zyrën e vet, edhe ata mirën do më thonë me shkëmbimin e nxënësve dhe shkollarëve ose profesorë me shkolla tjera. Për shembull drejtorin i bëjnë ftesë nëse hin në Erasmus projektin Erasmus, drejtorit i bëjnë ftesë për shembull nga Spanja, do ty dërgojnë këta dhe ne viziton një shkollë atje, kurse 2 javë ose 10 ditë ose ata vinë këtu. Është një shkollë rajonale, thotë edhe shkolla rajonale përfshirë. Shumë i bukur për shembull është ajo. Edhe është mirë do thotë të bëhet, mirë po është pak është vështirë deportohet në për këto Erasmuset sepse pedim aty situata në Maqedoni si shkojnë të na ta bagi do se ne kemi me të njofshëm i çojmë aty. Jo na bash po dikush tjetër nëse. Drejtor kemi bagi do pyetje këtu që i kemi përgatitur mirë po ne po na hyn edhe në pyetje tjera më interesante. Unë jam i gatshëm, besoj që biseda është më e lira si. Si do ta kishit parapar për shembull përmirësimin edhe më të ishëm të sistemit arsimor në të ardhmen në shkollën tuaj? Për shembull, me siguri keni ndonjë plan. Zakonisht planet vjetore organizohen, mirë po keni edhe ndonjë vizion për shembull, zakonisht misioni dhe vizioni jonë është ky. Mirë po planet në të ardhmen, për shembull i përmendi disa plane sa i përket aspektit e investimeve kështu. Mirë po për shembull në çështjen që suksesit të dalë në shesh. E vërtet është që po për sukses duhen dy palë. E kjo njëna palë është mos e mëdhënsi. Tre këndësh edhe prindi këtu. Edhe prindi. Patjetër. Po themi dy janë kryesor. Po dy janë kryesor, prindi është një element ndihmës. Po te shkolla jon mund të them që prindërit na japin mbështetje, edhe janë të kënaqur edhe tash me rregullat pak të strikte, ndoshta nxënësit ndonjëherë kundërshtojnë, po prindërit janë ato që janë shumë të kënaqur. Edhe unë mendoj se çdo mësimdhënës, çdo profesor në lëndën e vet, ai duhet të vjene, të sjellë risi, të kërkoje çka duhet, tek duhet, dhe ne si shërbim, si shkollë, si udhëheqësi, jemi të gatshëm çka mund me ofrojmë. Edhe javën e kaluar dikun bënam furnizim me libra bibliotekës dikun mbi 60 tituj. Ato që i selektoj për shembull profesoresha e gjuhës shqipe, dhe unë mendoj se më i thirrur është ai profesori i fizikës, ai e di çka duhet për fizik. Çfarë mjete duhet një raport ta japë për shembull të normal aktivi fizik, gjithsesi bojnë gjithsesi bojnë aktivi fizikës e matematikës ose gjuhës shqipe, ajo i dit titujt e shkrimtarëve ose cilët duhen, cilët libra janë me plan program. Unë mendoj se suksesi janë shumë i rëndësishëm. Në fund, prodhimi final është suksesi. Tash neve, po ka një pjesë e nxënësme që shoqën gjatë organizimeve, gjatë organizimit kuizit, gjatë organizimit patronazhit shkollët, angazhohen, janë të gatshëm të ndihmojnë edhe e ndin veten të vlefshëm të themi, janë aktiv. E aty kemi të formuar edhe unionin e nxënësve që vinë me kërkesa, parlamenti i nxënësve, unioni i nxënësve, edhe themi ne si shkollë, po posaçërisht edhe unë si drejtor, themi si i pari i shkollës, aty i kemi vendosur do gjëra, themi të jemi të sinqert me nxënësit. Kupto? Zgjedhja e nxënësit më të mirë, gjeneratës ose aty nuk bëhet se i cili fshat është drejtori edhe duhet me qenë ose i filanit e pas ka prindin aty edhe këto. Ka rastis vitin e këtë vit edhe vitin e kaluam, nxënësi më i miri i gjeneratës është nga Slupçani. Kështu ka rastis. Këto. Vjet ishte djali i Hoxhës Mulla Azirit, Slupçanit, një nxënës i shkëlqishëm, si vjet prapë ishte një arsimtar i Slupçanit. Edhe kështu që po du me thonë se çka po du të shprehna se ka edhe na herë akuza se drejtori i favorizon bashkëvendasit. Po unë mendoj se te shkolla jonë çdo herë, ndoshta edhe në gjitha shkollat, çdo herë çmohet cilësia dhe nuk demotivohet nxënësi i shkëlqishëm. Nuk guxon të demotivohet. Edhe kjo është diçka në çka besoj që është një vlerë e shtuar, edhe besoj që
do ta mirëmbajmë dhe do ta ngrismi lart e më lart. Me këtë kodin e ri, domethënë etik, kodin e sjelljes dhe të veshjes, me siguri se shumë gjëra i pas keni rregulluar drejtor, mirë po pa marrë parasysh, domethënë ajo përsëria ekstreme nuk arrihet kurrë, mirë po ekziston ndonjë mangësi gjithmonë. Për shembull, sa është funksional shembull shërbimi profesional, për shembull pedagogu, psikologu, për shembull me rastet e disa nxënësve të cilët nuk hajnë llaf me kur gjë hiç. Nuk i bindën në një urtë. Me siguri çdo shkollë kemi probleme të tilla shembull. Me siguri edhe te ju ka ndonjë problem po ashtu. Ju jeni në shkollë fillore, ne jemi në shkollë mesme. Tash pak shkolla e mesme është edhe më e vështirë, janë më të rritur. Janë pritur prirur për me bën edhe nërskamsa, edhe janë moshës 17 vjeçare, 18 vjeçare. Unë jam tejet i kënaqur për shërbimit profesional dhe çdo themi edhe iniciativat vet i morin, po edhe doni kur ja vap doni detyrë kryjnë me pikpëri të madhe dhe besoj që ka raste ndoshta me një nxënës e kalojnë tan ditën prej mëngjesi deri në ora 1. Kështu që i qasemi problemit maksimalisht. Është nxënësi që nuk bindet ndoshta se por modesti ta them që besoni që këto vitet e fundit nuk kemi të një nxënës që është ka dalë jashtë binareve dhe kundërshton, është pak, po kur e merr e ul bisedon edhe e bind edhe besoj që nuk mund të ankon ata ka nevojë për mu përmisu gjithsesi, po nuk mund të them se ka nxënës që nuk ha fjalë me një farë mënyre. Edhe shërbimi profesional, pedagogu, psikologu, sociologu, themi posaçërisht me këto konfliktet, mosmarrveshjet mirët, edhe sociologu, tash me rregullat e reja, tash edhe këto nxënës që janë me aftësi të veçanta, Ministria e Arsimit, inkluzionin, po edhe Ministria e Arsimit ja u ka leju këto nxënës, pavarësisht çfarë suksesi kanë këto lejohen patjetër me regjistrohen me 70 pikë. Kështu që kemi edhe nxënës me nevoja të veçanta që janë të regjistruar dhe ati mirën zakonisht defektologu, psikologu, me nxënës me nevoja të veçanta. Ato janë vetëm disa nga sfidat që i përmendët, se ka dhe shumë sfida tjera. Arsimi ka një ndikim të madh në zhvillimin e shoqërisë, cilat janë disa prej vështirësive më të mëdha që hasni si drejtor ju pra. Dhe si mendoni që mund t'i ka përcjellni ato? Po tash, shiko, me ardhjen, faleminderit, me ardhjen time temi ta ceki që në fillim, tash në vitin 2020 ishte ardhja ime si drejtor ardh pandemia. Edhe kështu që si u ballafaquat vërtet, të harruam këtë pjesë. Ishte me të vërtet, themi në kushtet të reja ekstreme, edhe ju e dinin Arsim, jo tan vitin. Shiko dhe ato punëtorë që edhe punëtorë që gjenik më thoshin disa raste më kanë thonë se shkolla pa nxënës nuk ka vlerë, kupton. Edhe ajo zhurma ndajherë është e mungon prezenca fizike, harmonia për shembull. Edhe ti edhe shkollës fillore kur ti shikoj ato të vegjëlit të dalë, ajo është një lloj kënaqësia, një pasire mirë. Tash kjo teknologjia, zhvillimi, po bje gjona të reja, edhe sa do që me bon planet, i nuk e di çka do të dale vitin e ardhshëm. Nuk e di çka do dale, po tash ti varësisht se çfarë problemi do paraqitet, ti do mundohesh me gjetë mekanizma dhe me zgjedh. Me qenë se edhe në pandeminë e vendosëm në çdo klas mikrofona, edhe u mbake mësimi një kohë u mbake nga shkolla, tan vitin nga distanca. Po unë mendoj se efekti nuk ka i njëjtë, ndryshe kur prezenca fizike. Por kundrazi, sepse ne veç i vërejtëm pasojat e asaj distancës mësimit nga largësia, nuk është efektive, sepse një numër i madh i fëmijëve, mund të them lirisht, jo mos them një gjenerat, mirë po sa do pak një 2-3 paralele të cilat e ka përcjelin, do të thotë kishin pengesa, kishin probleme. Për shembull, kemi pas në problem vetë te shkolla, detyroheshim për shembull fëmijët të lexojnë sa më shumë që mund ta rikthejnë ata, sepse kanë lana që mikrofonin kalla dhe hajtë, e kështu me radhë. Gati në fund jemi, mesazhi juaj për shembull të nxënësit, të prindrit dhe të gjithë komuniteti
për rëndësinë e arsimit dhe angazhimit për të siguruar një të ardhme më të mirë për brezat e rinj. Cili do të ishte? Mesazhi im si njeri i arsimit dhe për nxënësit, unë mendoj se sa më shumë të mësojnë, sa më shumë të jenë përgatitur dhe sa më shumë në mënyrë të pavarur, pa ndërhyrje, pa intervenime të kryjnë punë dhe neve posaçërisht si shqiptar na duhet një brez i ri i arsimuar. Ashtu. Se tash di çka të them, po në kohën e fundit kemi një lloj çalimi, kemi një lloj ngecje, për shembull, generatat e reja më shumë si duket një 50% pi kushtojnë më shumë rëndësi dukjes së jashtme se sa dukjes së mbrëmshme. Fizikut Kështu që më shumë, po ato ashtu janë të ri, nuk ka nevojë edhe shumë. Janë në atë moshën kur dallëdisen, as në tokë as në qiell. Unë mesazhi im kryesor është mësim dhe vetëm mësim, edhe modesti, butësi, mirësi, mirësjellje, ti kenë etik, ti kenë gjitha elementet, edhe të edukatës, edhe të mësimit, edhe të lanë një prezantim, një kulturë përgjithshme, edhe me dituri, edhe me sjellje. Unë mendoj se ka edhe një pjesë bukur e madhe e nxënësve që janë të interesuar dhe vetë vërtet pak më larg telefonave. Ma larg telefonave, gjithsesi, ma larg varësisë së telefonave. Varësisë, po. Si zakonisht janë një gjenerat që do të thotë po i bëjnë disa sfida, shembull, po ju duket e huaj libri, po ju duket e afër teknologjia moderne, sepse edhe në teknologjinë moderne ka shumë sende gjëra shumë të mira, për shembull inteligjenca ka një sfidë tash në kohën ku po jetojmë, është një sfidë e madhe. Nëse din ti përdori në telefonat, për shembull për mësim, ata nuk e di se sa larg do të shkojnë. Po ata nuk i përdorin për mësim, po jo për bullizëm, për rrjete sociale, komunikimi, kujt çfarë bojnë ato këton, edhe pastaj shpesh kanë ndodhur problemet nga jashtë, që i kanë bërë jashtë në rrjetet sociale, kanë ardhur mbi zgjidh problemet në shkollë. Kjo është ajo sfida më e madhe që është edhe arsimit, sot na sillin problemet të varianteve të ndryshme. Nga jashtë, po. Unë besoj dhe shpresoj se në të ardhmen do të gjenden moduese dhe mënyra shumë më të mira për edukim edhe për arsim të gjeneratave të reja. Unë shpresoj se do të arrijmë në përgjithësi se jemi një popull që kemi do të thotë një rini të shkollqyer, do të thotë një rini e cila nuk duhet ta lajmë të marrë një rrugë krejt kundërt, po përkundërzi ta vendosin në binarët e duhur, secili sipas mundësive të tyre. Prindim, mundësinë aty, drejtori, arsimtari, mësuesi, kujt çfarë, të gjithë do thotë mu përpjek pak me kontribut të gjithë nga pak edhe me arrit qëllimin. Drejtor Isni, faleminderit për kohën dhe informacionet e vlefshme që i ndave për ne dhe për opinionin. Faleminderit edhe nga ju falenderoj për ftesën që ma banat dhe ju dëshiroj suksese dhe shpresoj do shihemi edhe herave tjera. Faleminderit, patjetër do të shihemi se do t'ju vizitojmë inshallah kismet. Urnoni, bujrëm, jeni të mirëseardhur, keni mikpritjet ngrohtë dhe edhe besimi si bashkëvendas, edhe ju si njeri i arsimit, jeni të mirëseardhur. Unë çdo ditë jam aty nga mëngjesi deri ora 1 gjys. Kismet, faleminderit shumë që faleminderit edhe për juve dhe mirëmbeshje. Miq të nderuar, pra patëm mysafir drejtorin e shkollës së mesme komunalisme Jashari, pra zotni Isni Aliun, me cilin biseduam do thotë për sfidat dhe për gjitha sukseset të arriturat e kësaj shkolle, e cila do thotë është duke vazhduar, duke punuar me sukses. Do gjejmë pak muzikë dhe do të kthehemi sërish në studio. Valet e Radio Jehovës dhe në vime dëgjojmë. Do të shpëtoj pak faqet të interesante. Çdo çast që jetoni me ju Radio Jehona 97.6 MHz.